Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selavatet tona dhe Muhammedit alayhis salam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Gjithë atyre të cilët jetojnë me mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Gjithë ata të cilët me kënaqësi dhe me vetë dëshirë kanë zgjedhur që jeta e tyre të mos jetë koti. Dhe gjithë atyre të cilët e kanë kuptuar se në këtë botë kemi ardhur me një synim, kemi ardhur me një qëllim, kemi ardhur me një mision. Ajo është adhurimi i Zotit e botrave. Duke shpresuar dhe duke lutur Zotin fuqiplot që edhe ju, shikues të dashur, të jeni nga ata të cilët janë nështruar, kanë besu dhe me vetë kënaqësi jetën e tyre e organizojnë dhe e jetojnë në bazë të këtyre mësimeve. Po e fillojmë edhe sante këtë takim bashkë me juve, me një trajtim të ri në serin me ka mësuar Islami. E Islami kemi parë se na ka mësuar se duhet të mësojmë. Islami na ka mësuar se cili është besimi i vërtet dhe në bazë të njohurive dhe në bazë të përfundimeve që kemi dalë në takimin e fundit, në atë se Islami është feja e vetme e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, del edhe një kuptim tjetër, del edhe një mësim tjetër, e aja është një përgjigje e cila i jepet njeriut. Mungesa e njohjes së kësaj përgjigje shkakton kaos të madh. Njerëzit i vendos para dilema të mëdha. Njerëzit i bën që të humbin fokusin dhe përqendrimin në jetën e tyre. E shpeshherë ajo bëhet pastaj jetë e pakuptim. Pyetja që na jep përgjigja të cilën do ta japim tani është e nevojshme, madje është e domosdoshme që ta njohim në jetën tonë. Pse adhurojmë Zotin fuqiplot? Një pyetje që besimtarët ndonjëherë ja adresojnë vetes së tyre, edhe pse ndoshta jo deklarativisht, por në brendësinë e tyre, nëse nuk ka njohuri të duhura, nëse nuk ka formim të duhur, nëse nuk ka kuptime të nxjerra nga mësimet e Zotit, do të vije shejtani në momentin e caktuar nga brenda dhe njeriu besimtar do ta pyet pse falesh. Pse agjeron? Pse duhet të japësh zakat? Pse duhet të shkosh në haxh? Pse duhet ta privosh veten nga shumë kënaqësi të kësaj bote? Dhe pse duhet të mos veprosh punë të caktuara? Pse duhet të ndalesh të kufet të caktuar e kështu me radhë. Ndërsa për ata të cilët nuk janë pjesë e këtyre përjetimeve, sigurisht se pyetjet e tyre janë për ditëshmëri dhe drejtuar besimtarve, apo ata drejtuar vetes së tyre për një lloj balanci në jetën e tyre se çfarë më duhet adhurimi. Pse duhet të falem? Pse duhet të agjerojmë? Pse duhet të kryjmë punë dhe obligimet të caktuara, dhe përgjigjen pastaj ata japin vetë, sepse nuk e bazojnë dhe nuk e mbështetin në argumente fetare. E përgjigja pastaj mund të jetë shpesh herë nga ato të zakonshmet, kujt i kam bë keq që unë të falem, pse unë duhet të falem, unë s'kam bë gjunah që të falem, ai është një adhurim formal, e kështu me radhë. Besimtari kënaqet në jetën e tij. Dhe unë kam bindje se secili besimtar jetën e tij nuk e sheh ngarkesë. Jetën e tij e sheh dhuratë. Jetën e tij e sheh si një mundësi
të jashtëzakonshme, e cila përsëritet vetëm një herë, që të arrijë disa përfitime të jashtëzakonshme me disa punë të cilat janë shumë të thjeshta dhe janë shumë minimale. Pra, hajde son të shohim pse e adhurojmë Allahun. E kur po flasim për adhurim, po flasim për definicionin të cilin e ka dhënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, i cili thotë ismun gjami. Adhurim, ibadet, është një përfshirje, pra është një terminologji e cila është gjithë përfshirëse dhe përfshin çdo punë dhe çdo vepër që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Andaj çdo punë që Allahu xhalla shanuhu është i kënaqur me ta, është adhurim. Qoftë ajo veprim e qoftë ajo braktisje, sepse ne edhe kur braktisim diçka, ne jemi duke vepruar. Sa mahnitshme është jeta besimtarit, e cilën Allahu subhanahu wa taala madje na ka tregu dhe na ka thënë se për ata cilët besojnë dhe bën vepra të mira, lanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Aty ne kena mundsu me jetu mirë, kena mundsu me jetu kënaqshëm, kena mundsu atij me e jetu jetën edhe duke qenë i lumtur dhe duke e shiju atë në këtë botë dhe duke fituar gjithashtu botën tjetër. Në anën tjetër pejgamberi alayhi salatu wasallam thot ajaban li amri al-mu'min. Është e çuditshme puna e besimtarit, është e mahnitshme puna e besimtarit, ka thënë pejgamberi sa. Dhe këtë nuk e ka askush tjetër pos atij i cili jetën e tij organizon me besim. Ka thënë pejgamberi sa për ta çdo gjë është hajër. Qoftë se i vjen e mira, e falendron Allahun subhanahu wa taala, i shkruhet sevap pa problem. E në qoftë se sprovohet, gjithashtu bën durim për Allahun subhanahu wa taala edhe shpërblehet me ta. Andaj, hajde son të ta bëjmë një rukëtim së bashku, për disa minuta, për të sjellë para vetes tonë, e para mendjeve tona, e para shpirtave tanë, disa kuptime të jashtëzakonshme, të cilat duhet të na kujtohen në vazhdimsi, pse e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Allahun xhalla shanuhu e adhurojmë sepse Allahu subhanahu wa taala është i adhuruar. Pra Allahu është ilah, është i adhuruar. E adhuruam ne ose jo, pra veprimi jon ose mos veprimi jon nuk ja jep ose nuk e zbeh kët madhështi të Allahut subhanahu wa taala. Nuk e zbeh që Allahu subhanahu wa taala është i adhuruar. Pra nëse ne mbledhemi dhe adhurojmë Allahun, nuk i shtohet atij që ai po i rritet grada e qenurit të adhuruar. E nëse ne mohojmë, nuk i paksohet grada që Allahu xhalla shanuhu është i adhuruar. Pra, Allahu është i adhuruar, me ne ose pa ne. Andaj në këtë rast, me që Allahu xhalla shanuhu është i adhuruar, pse ne të mos jemi përfituesit e shpërblimeve dhe e begative të atyre të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Se ne duhet ta privojmë veten tonë nga kjo gradë e lartë, nga kjo merit e madhe që Allahu a ka dhënë robët e tij. Madje Allahu xhalla shanuhu, pejgamberin alayhi salatu wassalam, në pozitën ku ai e ka ngrit më lart se çdo kënd tjetër, se çdo gjë tjetër. Pejgamberit Allahu i ka dhënë pejgamberllëk, e ka bovulën e pejgamberëve, e kështu me radhë, por i ka dhënë disa specifika dhe merita të cilat janë të veçanta. E megjithatë, në një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij, Allahu xhalla shanuhu e ka ngrit atë përmes të qenurit pejgamberi alsom rob për ai i cili adhuron Allahun. Subhanalladhi asra bi abdihi. Njeriu bëhet rob i Allahut subhanahu wa taala nga dëshira e tij, nga vullneti i tij dhe nga nënshtrueshmëria e tij që ja bën atina i cili është i adhuruar. Andaj Allahu xhalla shanuhu është ghani, është i pasur. Allahu xhalla shanuhu ishte ku s'kishte njeri, e do të jetë edhe ku s'ka njerëz. Allahu xhalla shanuhu ishte ky Zot me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij. Atëherë kur s'kishte gjithësitë e krijuar, edhe pasi ajo ekziston dhe pasi të shkatërrohet ajo. Por Allahu subhanahu wa taala na qartëson disa pozicione dhe ne përmes adhurimit të Allahut subhanahu wa taala tregojmë pozitën tonë përballë Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla shanu thot: "Ya ayyuhan nas, o ju njerëz,
antumul fuqara, ju jeni të varfër, ju jeni nevojtar për Allahun subhanahu wa taala, ju keni nevojë për Allahun subhanahu wa taala, për Zotin e botrave, e Allahu xhalla shanu thot wallahu huwal ghaniyul hamid, e Allahu xhalla shanu është i pasur, nuk i duhet adhurimi juaj, nuk ja shtoni ju mbretërinë e tij, nuk ja shtoni sundimin e tij, nuk ja shtoni ju forcën e tij, nuk ja shtoni dijen e tij, Allahu subhanahu wa taala përmes adhurimit, sepse ai është Hamid, ai është i falendëruar, Zoti i botrave. Mirë, por momentin që besimtari hyn në këtë raport me Allahun subhanahu wa taala, i bie se ka fituar fitoren më të madhe. Dhe në momentin që besimtari largohet dhe njeriu pra largohet nga qenurit rob i atij i cili është i adhuruar, e ka bën humbjen më të madhe në jetën e tij. Besimtari e falendëron Allahun subhanahu wa taala, pra e madhron Allahun xhalla shanuhu, e adhuron Allahun xhalla shanuhu për ta falendëruar atë. Vëllezër dhe motra, sikur farët mos kishte shpërblime, as mos kishte ndëshkime, a nuk do të meritonte Allahu subhanahu wa taala të gjitha adhurimet tona në raport me nëse mund të themi pagesën dhe pagimin e të gjitha begative me të cilat Allahu na ka begatu? A ke menduar ndonjëherë në jetë sa begatit Allahu të ka begatu me to? A ke menduar ndonjëherë ti numërosh ato? Po ta jap një këshill, po jap një porosi, vepron në një jetë, sepse do dilni me rezultate të mira, me rezultate të mahnetshme. Afro familjen, afro me të afërmit dhe bëni një test një jetë. Merë dhe përpjeku që ti shkruash të gjitha begatit me cilat Allahu të ka begatu. Dhe rezultati do t'jeti ditur, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, edhe nëse përpjekni dhe mundohni që ti numëroni të mirat Allahut, s'keni mundësi. Sa proceset ndodhin në veten tonë, e sa të mirat janë të cilat na rrethojnë në familje, e sa të mirat janë të cilat i shijojmë, i përjetojmë në të jashtme dhe në ambientin ku jetojmë, sa duhet të adhurojmë Allahun për të gjitha këto të mira. Sa duhet falendrohet Allahu subhanahu wa taala për to. Andaj besimtarit të gjitha adhurimet që ja ban Allahu subhanahu wa taala i ban për ta falendëruar Allahun xhalla shanu për të mirë dhe begatitë e tij. E Allahu xhalla shanu vetëm surën Rahman, vetëm në një sure 31 herë na ka përmend një ajet i cili duhet të jetë goditje, i cili duhet të jetë zgjim nga gafleti në raport me adhurimet dhe në shtrimet që ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla shanu thot: "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban." Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, e nuk po e falendëroni, e nuk po jeni mirënjohës, e nuk po i kryeni urdhat dhe begatitë cilat Allahu subhanahu wa taala. A nuk është turp që dikush thot: "Unë çfarë faj kam bë, unë çfarë gjunoj kam bë, pse duhet të adhuroj Zotin", kur në të njëjtin ku ai është i zhytur në begatitë e pafundme të Allahut subhanahu wa taala. Ajrin që thith, jetën që e shijon, të mirat të cilat Allahu subhanahu wa taala e ka mbuluar me to, begatitë të cilat janë të pafundme, sa ymra duhet me pas që me falendëruar Allahun subhanahu wa taala, ndoshta vetëm për një begati. E Allahu xhalla shana kam thuka thon hal jazaa'ul ihsani ila al ihsan. Pra e mira a duhet se të kthehet ndryshe përveç se me të mirë. E adhurojmë Allahun subhanahu wa taala përveç falënderimit për begatit, për të mirat, për mirësitë e pafundme që Allahu xhalla shanuhu na i ka dhënë. Allahun xhalla shanuhu e adhurojmë pra me të gjitha adhurimet që Allahu ka kërkuar prej neve, edhe për shkak të dashurisë që e kemi për Allahun subhanahu wa taala. Allahun xhalla shanuhu e dojmë shumë. Dhe nëse njeriu nga natyra e tij e don dikën i cili ka bë mirë, e ka një afërsi, dhe sa më mirë që të jetë dhe sa më madhe që të jetë dhurata, begatia e mira që dikush ja ka dhënë dhe ja ka ofruar, dashnia e tij do të shtohet më shumë për ta. Shpesh herë ato dashni, ato të mira ndoshta nuk janë materiale, por janë kuptimore. Dikush i cili të ka përkrah, dikush i cili të ndihmon, dikush i cili tregon kujdesin e tij ndaj teje,
Dikush i cili për asnjë moment nuk të harron, sa duhet ta dojmë atë. Sa duhet ta dojmë atë. Dhe nëse të gjitha këto janë shkak i dashurisë tonë në dunja për dikand, sa duhet ta dojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër dhe motra. Sa duhet ta dojmë Allahun xhallashanuhu, i cili është kujdes për neve ende pa ardhur këtë botë. I cili është kujdes për neve në kohën e lindjes. I cili është kujdes në kohën tonë ku s'kemi pas mundësi të jemi të zotët e vetës tonë, e dikush tjetër është dashur një pikë qumsh të na jap. Kush është ai i cili na ka forcu, kush është ai i cili na ka ndihmu, kush është ai i cili është kujdes, dhe kush vazhdon të kujdeset çdo moment të jetës tonë, sa herë gjatë jetës ne jemi gaflet, në shkujdesje, sa momente ka gjatë jetës tonë që ne nuk e kemi veten në kontrollin tonë. E Allahu subhanahu wa taala për mbi shtatçi kujdeset në mënyrën më mahnitse për çdo gjë e cila lidhet me neve. Pa dhe pa shiqu dhe pa llogarit të gjitha ato procese që ndodhin në veten tonë, e që mjafton t'ja hedhim një shikim mjekësisë dhe të dhënave të mjekësisë për njeriu i cili është aq kompleks në krijimin e tij e në funksionimin e tij. E mjafton që të shohim ata cilët Allahu i ka sprovuar me smundje, e të shohim se me çka na ka amnestuar Allahu subhanahu wa taala. E pastaj begatitë pa numër të cilat Allahu na i ka dhënë. E Allahu subhanahu wa taala i cili kujdeset për neve edhe në gjumë kur jemi, kush është ai i cili kujdeset për shpirtat tonë? E kush është ai i cili na ka bërë të përshtatshme dunjën për të jetuar? E kush është ai i cili ka dërguar pejgamber, e na ka dërguar libra, e na ka afatizuar dhe nuk na ka ndëshkuar në kohën e gjunaheve dhe të gabimeve dhe lëshimeve të cilat ja bëjmë Allahut? A ke menduar herë sa herë Allahu xhallahu ka mujt me të marr në kohën kur nuk është dashur me të marr? Edhe në kohën kur ti nuk e ke kujtu Zotin, po Allahu të ka afatizuar, të ka dhënë kohë, e të thirrë në pendim, e ti ka hap dyert e pendimit. E sa duhet ta dojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe a nuk duhet pastaj që ta adhurojmë këtë Zot? A nuk duhet pastaj që të nënshtrohemi këtij Allahu subhanahu wa ta'ala? Andaj vallahi çdo gjë që e bëjmë këtë botë është pak në raport me ato që Allahu subhanahu wa taala e meriton nga dashuria jonë dhe nga dëshira jonë dhe nga qefi jonë që t'jemi afër Allahut subhanahu wa taala, të qëndrojmë para Allahut në namaz, të dëshmojmë Allahut se rrim edhe pa bukë dhe pa ujë për ta, të dhom nga pasuria atë ku Allahu subhanahu wa taala kërkon prej neve e kështu me radhë. Andaj Allahu subhanahu wa taala qad walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ata cilët kanë besuar dashurinë më të madhe të tyre kanë për Allahun subhanahu wa taala. E i ka disa kuptime, një nga kuptimet është se ata cilët kanë besu nuk ka dikën që e dojnë më shumë se Allahun xhallashanuhu. Jo, as grun, as fëmin, as pasurin, as pozitën, madje as prind, as babën, as nanën, as gjë nuk dojnë më shumë se Allahun subhanahu wa taala, sepse askush nuk na ka ofruar dhe askush nuk na don dhe askush nuk qëndron me neve sa Allahu subhanahu wa taala. Dhe kuptimi i dytë është se besimtarët cilët e adhurojnë Allahun e dojnë më shumë se sa ata të tjerë të cilët i dojnë idhujt e tyre, e që ne shpeshherë i shohim se çfarë janë gjendje të bëjnë ata për ta. Dhe e dojmë Allahun subhanahu wa taala sepse Allahu na don neve. Allahu na don neve. Thot Allahu jalla shanuhu wa yaj'alu lahumur rahmanu wudda. E Allahu subhanahu wa taala ar-Rahmani, ai i cili është i gjithë mëshirshëm, po Allahu jalla shanuhu u jep atyre dashuri. Andaj jo rastisht kanë thonë dietarët, dhe kanë thonë ata të cilët e kanë kuptuar se çka i bën me dashur Allahu subhanahu wa taala. Kanë thonë nuk ka lajm më të madh nga qielli, pra nga Allahu subhanahu wa taala, se sa hapja e ofertës së Allahut subhanahu wa taala, sa Allahu jalla shanuhu i don dikan. Radiallahu anhum, Allahu është i kënaqur me ta, pra Allahu i don ata. Çka duhet me bë për me fitu dashninë e Allahut? Ne që shohim njerëz në këtë botë, të cilët janë gjendje të sakrifikojnë gjithçka,
sakrifikojnë kohë, sakrifikojnë jetë, sakrifikojnë pasuri, sakrifikojnë madje edhe ma shumë se kaq, veten e tyre, integritetin e tyre, gjithçka që kanë, që të arrijnë dashurinë e dikujt për krijesave të Zotit. Shpesh herë janë dashuri të papërfillshme, dashuri të cilat nuk zgjaten më shumë ndoshta se sa periudha të pushtetit ose se sa që lidhen me pasuri ose se sa që lidhen me epshe dhe me lakmit e kësaj bote. Ndërsa kur Allahu subhanahu wa taala e ka ofruar mundësinë e dashurisë së tij për robërit e tij, çka duhet me bë për me fitu këtë dashuri. Andaj ka përmend Imam Buhariu një hadith i cili duhet meditohet gjatë, duhet mendohet gjatë. Çdo kujt që i vije rënd, çdo kujt i cili nuk e kupton pse besimtari falet, çdo kush që nuk e kupton pse duhet të agjërojmë, çdo kush që nuk e kupton pse duhet të ndalemi te kufet e Zotit, duhet ta kujtoj këtë hadith. Sepse në bazë të këtij hadithi e kupton se çdo gjë që e bëjmë është e papërfillshme në raport me arritjen e kësaj grade të jashtëzakonshme që Allahu e ka ofruar për robërit e tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, idha ahabba Allahu 'abde, kur Allahu e don robin e tij, ç'a duhet me bë për me dashur Allahu? Ku ndalet? Çka ndodh? Çka ndodh? Ta jap Allahu një pozitë? Jo. Jap Allahu do pare? Jo. Ta ban Allahu një rrugë të përmojshme? Jo. Çon pozitë të këto janë të parëndësishme në raport me ato që Allahu e ofron. Pra, mas pare i bie që Allahu është i kënaqur me besimin tan, me moralin tan, me sjelljen tande, me çdo gjë që e bën. E pastaj Allahu subhanahu wa taala e thirr Xhibrilin. Nada Xhibril, melekun me gradën më të madhe në qiell. Allahu subhanahu wa taala e thirr dhe i thot Xhibrilit, ja Xhibril, o Xhibril, unë e du filanin, duj edhe ti. Në gjove, Allahu të përmend me emën mbi 7 qiell. A nuk duhet adhurohet Allahu? Po çfarë mund të fitoj besimtarin këtë dynja, në qoftë se nuk e fiton dhe në qoftë se në raport me këtë gradë të lartë, aja ka la veten të privum. Çfarë përjetimesh mund të përjetoj? Çfarë grada mund të merr? Çfarë kënaqësie mund të përjetoj në raport me këtë kënaqësie e cila ndodh dhe tani mund të ndodh momentin që ne po flasim, momentin që ti po ndëgjon, mund të ndodh me ty, me mua, me secilin prej neve. Allahu më e thirr Xhibrilin dhe më thon, o Xhibril, unë e du filanin, duj edhe ti. E pastaj Xhibrili thirr në banorët e qiejve, në ata banorë të qiejve të cilët nuk i din askush tjetër pas Allahut. E ku pejgamberi sa në Isra dhe Miraj ka përmend, ka thonë nuk kam pa pllom përveç se kam pa një melek në sejdë ose në ruku duke adhuruar Allahun. Allahu i thirr krejt, pejgamberi sa na ka treguar se Xhibrili pastaj i thirr krejt këto banorë të qiejve i thot Allahu subhanahu wa taala e don filanin, duhen edhe ju. E pastaj kjo dashni zbret edhe në tokë tek njerëzit të cilat i kanë zemrat e pastra, andaj ne i dojmë njerëzit e mirë, besimtar, edhe pse simi takuar kur me ta. I dojmë ata edhe pse ndoshta mes neve dhe tyre ka vite të cilat na ndajnë. Nuk na lidh asgjë tjetër pos besimi dhe dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Andaj çfarë duhet, çfarë nëse na kërkohet, çfarë duhet të refuzohet nëse kërkohet për të arritur këtë grad. Andaj besimtari e adhuron Allahun subhanahu wa taala, andaj i duket e lehtë edhe të ngritet në të ftohtë për të ecë në xhami, i duket e lehtë edhe në ditët e nxehta për të agjëru, i duket e lehtë edhe në pasurinë kur e jep, i duket e lehtë gjithçka, sepse ajo të cilën e ka fituar dhe ajo të cilën e ka marrë në raport me ato të cilën e ka dhënë është e papërfillshme. Lut Allahun subhanahu wa taala, Allahut na mundsoj që ta aktivizojmë çdo moment këtë kuptim në çdo adhurim që ne ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht se kemi edhe arsye tjera, edhe objektiva tjera dhe qëllime tjera për të cilat ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe i nënshtrojmë atij, por do të shohim të gjitha këto pas një pauze të shkurtër. Pikëthem në pjesën e dytë, pse adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Allahun subhanahu wa taala e adhurojmë sepse për këtë jemi krijuar. Andaj çdo kush që kërkon ta di pse adhuron Allahun subhanahu wa taala, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Sepse për këtë jemi krijuar.
Dhe kjo është një arsye jetike dhe shumë e rëndësishme e çdo kujt që dëshiron të di pse adhuron Allahun subhanahu wa taala. Që njeriu të mos hulumtoj, që njeriu të mos bëj eksperimente me jetën e tij dhe me veprimet që i bën në kërkim të Zotit të tij dhe në kërkim të asaj se çka kërkon Zoti i tij. Allahu xhalla shanuhu na ka shkurtuar rrugën dhe kjo është mëshirë dhe rahmet i Zotit. Allahu xhalla shanuhu thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Si kam kriju gjin dhe njerëzit për diçka tjetër përveç se të më adhurojnë, përveç se të nënshtrohen dhe në bazë edhe të arsyeve të cilat i përmendëm në pjesën e parë, ta kuptojnë se pse duhet të adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Andaj nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala me adhurimin ndaj tij është realizimi i objektivit dhe i qëllimit të krijimit. Dhe çdo përpjekje për të dalë jashtë këtij rregulli është përpjekje e cila nuk shpije asgjë kundi përveç se dështim, sepse nuk ka mundësi që të gjendet zgjidhja përveç se nga ai i cili na ka kriju. Por nuk ka mundësi të gjendet përgjigja përveç se nga ai i cili e ka bën veten ton, pra na ka kriju dhe është arsyeja që ne jemi duke frymuar e duke marr frym në jetën e kësaj bote. Dhe madhështia pastaj e këtij qëllimi të krijimi është Allahu xhalla shanuhu në raport me atë të cilën e ofron ka kërkuar shumë më pak. Andaj merret të gjitha adhurimet thjesht janë si një lloj dëshmie, se pse e kam kriju, jo pagesë reale e asaj të cilën Allahu xhalla shanuhu ja jep robëve të tij. Sepse Allahu xhalla shanuhu na ka kriju me këtë mision dhe po të mos ofronte asgjë në këmbim të asaj të cilën e bëjmë, nuk do të ishte padrejtësi, sepse për këtë jemi kriju dhe jemi shfrytzues begative të tij dhe pra në mënyrë automatike ne kemi hyrë në po themi në marrëdhënie kontraktuale me Allahun subhanahu wa taala. Jemi shfrytzues begative dhe duhet të adhurohet. Por Allahu xhalla shanuhu megjithatë ka vendosur çmime të këtyre adhurimeve. Ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala sepse për këtë jemi kriju dhe për këtë kemi me u gjyku. E pastaj madhështia e kësaj është se Allahu xhalla shanuhu na ka lehtësu dhe na ka mundësu që ta njohim dhe ta dim gjithçka që Allahun e kënaq nga punë dhe veprat tona. Dhe ka zbrit pastaj libra dhe ka dërguar pejgamber që të na tregojnë se ju për këtë jeni kriju. Këto kryeni adhurime, ju e keni plotsu misionin dhe e keni plotsu amanetin për cilën i do të pyeteni nesër para Allahut subhanahu wa taala. Allahun xhalla shanuhu e adhurojmë edhe me dy arsye shumë të fuqishme dhe me dy arsye shumë të mëdha, të cilat lidhen me pikën paraprake, me misionin për cilin jemi kriju dhe pamundësinë tonë ndoshta për të kryer të gjitha ato obligime dhe detyrat cilat Allahu subhanahu wa taala ka kërku prej neve. Andaj e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala nga shpresa dhe nga frika. Nga shpresa në shpërblimet cilat Allahu xhalla shanuhu i ka premtuar dhe nga frika e dënimeve cilat Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur si një lloj sanksionimi për të gjitha ata të cilët i shkelin këto ligje. Andaj besimtari udhton për tek Allahu subhanahu wa taala i tillë. Për çdo adhurim besimtari e bën të tillë. Në pjesën e parë atje përmendëm dashnin, e që është si një lloj koke e ecës për tek Allahu xhalla shanuhu, ndërsa frika dhe shpresa janë krahët e adhurimeve dhe e tjetuarit ton në këtë botë. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot wa bashiril ladhina amanu wa amilus salihat. Jepi myshdë për këzaj të gjitha ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Çfarë myshdë më dhon? Ata në këtë dunja do të kenë hayatën tayyiba, jetën e mirë, e në botën tjetër do të kenë xhennetet e Allahut subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e tij. Do të kenë xhennete ato të cilën pejgamberi sa më ka përshkruar ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ato të cilën mendja
syri nuk e ka pa, veshi nuk e ka ndëgju, e as mendja nuk ka mujt me imagjinu. Myshde, o besimtar, myshde o njerë, wallahi, besimtari duhet të jetojnë në knatësi, e duhet të jetojnë në ndjenjen e pritshmërisë se premtimeve të mëdha dhe përgëzimeve të jashtëzakonshme që Zoti i botrave ja ka dhënë, ai i cili la yukhlifu Allahu wa'de, ai i cili nuk e thyen asnjëherë premtimin e tij. Ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, sepse në çdo punë që ne bëjmë Allahu ka vendosur çmime. Andaj është e pamundër që t'i përmendim ato, por besimtari jeton me to, jeton nga shpërblimi për fillimin e ditës kur bën dhikrin e sabahut, e nga namazet që e bën, nga sadakat që e jep, nga bamirësia ndaj prindve, nga ndihma nevojtarëve, nga kryerja e detyrave me përgjegjësi, nga qenurit i pranueshëm në shoqëri, nga domethënë ndalesat dhe privimi ose pengimi i të keqes dhe përhapjes së të keqes, e deri në fund të ditës ku besimtari bjen dhe gjumin e bën me shpresë dhe shpërblim, se në Allahu ja ka premtuar për shkak se e bën me njetin e fitimit të energjisë të forcës se ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Andaj lista është e gjatë, lista është e panumërt, lista është jetësimi dhe tjetuarit me shpresën në shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala, dhe për secilin nga to Allahu xhaleshanu ka premtuar dhe ka përgëzuar besimtarët cilët i veprojnë. Po në anën tjetër, besimtari jeton dhe adhuron Allahun subhanahu wa taala edhe në bazë të frikës, të mangësive dhe të dobësive, apo të shkeljes së kufive dhe ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai i cili nuk falet, ai friksohet, ai i cili shkel kufet e Allahut subhanahu wa taala, ai friksohet. Sigurisht se duhet friksohet, sepse Allahu subhanahu wa taala Allahu xhallashanuhu, domethënë ka kërcënu dhe ka ofruar pasaj edhe ndëshkime të caktuara për të gjitha ata të cilët refuzojnë përgëzimin dhe me vetë dëshirën e tyre e çojnë veten e tyre drejt humnerës edhe veprimit të punëve edhe veprave të cilat Allahu subhanahu wa taala është i hidhruar me to, e cilat Allahu xhallashanuhu nuk don që robi i tij me i vepru ato. Gjithashtu, domthonë përveç këtyre frikës dhe shpresës dhe qëllimit të krijimit, besimtari adhuron Allahun subhanahu wa taala edhe për shkak të pozitës që ai merr tek Zoti i botrave dhe ruajtjes, pra fitimit të një lloj përkrahje dhe mbrojtje nga Zoti i botrave. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Kjo nuk nënkupton që besimtari nuk do të sprovohet. Kjo nuk nënkupton që besimtari nuk do të bie në pozita të palakmueshme dhe në sprova të ndryshme. Mirë, po dallimi pasaj është se si do të sillet dhe cili do të jetë reagimi i tij në sprova edhe në telashe edhe në vështirësitë të cilat ata e godasin gjatë jetës. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka mësuar sahabët e tij, i ka mësuar shokët e tij dhe përmes këtij mësimi edhe neve se si duhet të jenë raportet me Zotin fuqiplot. Allahu xhallahu pejgamberi më ka thënë ihfazillaha yahfazuk. Ruajti Allahun, Allahu xhallahu të ruan ty. Ruaj Allahun subhanahu wa taala, Allahu xhallahu të ruan. Po mirë, kjo rujtje Allahu subhanahu wa taala, a nënkupton vetëm kuptimet tona të rujtjes, apo është një rujtje shumë e madhe se kjo? Jo, është rujtje shumë e madhe se kjo. Fillimisht e kuptojmë në kuptimin e përgjithshëm, se Allahu subhanahu wa taala të ruan nga rreziqe të ndryshme, nga smundje të ndryshme, të amneston nga ato të cilat ne nuk i dimë se çka Allahu subhanahu wa taala na ka ruajt për shkak të adhurimeve të cilat ne ja bëjmë. Kjo është e para. Mirë, po kuptimi i dytë dhe i madh dhe shumë i nevojshëm është se Allahu xhaleshanu të ruan dhe në kohën e sprovës Allahu ta mundson me reagu në sprovë me besim dhe me bindje dhe mos me hub pozitën tek Allahu subhanahu wa taala dhe me fitu shpërblimet e ai që është fitore shumë më e madhe se sa ndoshta hiç mos me të godit sprova, mos me di çu mos sjell ta. Nga se jo këtë njerëzit din me reagu si duhet përballë sprovave dhe përballë telasheve të cilat i kanë. Qofshin ato sprova të vështirësive, qofshin ato sprova të begative. Nga se ne harrojmë shpeshherë se sprovat janë
shpeshherë më shumë, më të mëdha janë sprovat e negative sesa sprovat e vështirësive. E Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i friksohet Allahut, por kush adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe ndjek rrugën e tij, e adhuron Zotin xhallashanu, Allahu xhallashanu thot do t'i gjen atij rrugdalje, rrugëzgjidhje nga se kujton fare ai. Në ajet tjetër Allahu xhallashanu thot: "Wattaqullah wa yu'allimukum Allah." Thot bani ibadet Allahut, adhuroni Allahun. Pra, qëndroni brenda kufeve të Allahut subhanahu wa taala me adhurim dhe duke mos i shkel ligjet e Allahut xhallashanu, Allahu do të mësoj juve. Por Allahu ju mëson. E ky mësimi pastaj është ku njeriu din se si ti përballon vështirësitë, din se si ti përballon sprovat, din se si ti menaxhoj ato. Andaj, për shembull, ata të cilët nuk arrin me pas rrugdalje dhe nuk i mëson Allahu subhanahu wa taala për shkak se i mungon adhurimi, në momentin e parë të goditjes së tyre, ata do të kenë mendim të keq për Zotin. Ata do të thonë çka i këmbon e Zotit. Ata do të thonë po pse të tjerët nuk po i gjan belaja dhe sprova, po më gjan veç mua. Apo në momentin e parë të vështirësive dhe të lasheve, ata nuk do të kenë para vetes opsion përveç se do të bëjnë lëshime të caktuara. Për shembull, para sprovave të dunjas, ata do të hynë në haram, ata do të bëjnë zullum, ata do të bëjnë padrejtësi, do të dhënë rishfet, ata do të bëjnë korrupsion për shkak të përfitimeve të caktuara. Ndërsa ai i cili adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe në vazhdimsi është në adhurim të Zotit, Allahu do t'ia mundsoj që në momente të tilla ai të di se si ti menaxhoj e se ti i kaloj ato dhe padyshim se pas sprovave Allahu subhanahu wa taala nuk bën asgjë tjetër pos ja lehtëson robëve të tij, ja lehtëson besimtarëve të tij, e sidomos ata kur ja dëshmojnë Allahut subhanahu wa taala, domethënë dëshminë e tyre. Andaj sa ka pas prej atyre gjatë historisë të cilët në momentin e goditjes së madhe ata kanë pas sabër, ata kanë pas durim, ata janë gjind dhe janë sill me korrektësi, e Allahu subhanahu wa taala pas kësaj që ka ardhur si rezultat i adhurimeve ndaj Allahut xhaleshanu, Allahu u ka dhënë atyre begati e madje i ka bë shembuj gjatë historisë. Mjafton shembulli i Jusufit alayhis salam, i cili refuzoi imoralitetin për shkak se kishte frikën e Zotit xhaleshanu, për adhurimin dhe nënshtrimin e tij ndaj Zotit, ja mundsoi që në kohën e sprovës me bodurim, kjo sprovë ja vështirësoi hala burgun, por pasaj doli dhe mbeti simbol i ndershmërisë, i saktësisë dhe i të nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sulejmani alayhis salam, i cili ja dëshmoi Allahut subhanahu wa taala se ai nuk pranon që dynjaja e tij me e mashtru nga adhurimet, pra me ja largu nga adhurimet dhe i theri kuajt e tij si dëshmi për këtë, Allahu xhaleshanu ja dhash problem erën e cila e barte ata e kështu me radhë. Sahabët të cilët e dëshmuan se janë të gatshëm për Allahun xhaleshanu me elon gjithçka për shkak të adhurimit të tij dhe të mbrojtjes së fesë së tij, e lan Mekën, e lan pasoninë e tyre, e lan të gjitha të mirat, Allahu subhanahu wa taala pastaj u hapi atyre bereqet e u amundsoi atyre që ta përcjellin këtë din dhe madhështinë e kësaj feje deri në kufet e lartë. Andaj adhurojmë Allahun subhanahu wa taala për shkak se përmes saj ne fitojmë mbrojtjen e Allahut xhaleshanuhu, që mbrojtje e cila na garanton se si të sillemi në çdo moment të jetës tonë, e sigurisht se ajo që është ndoshta ai kulmi i çdo adhurimi është se e shpresojmë, e presim dhe e dojmë takimin me Allahun subhanahu wa taala. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Ai i cili e don takimin me Allahun subhanahu wa taala, Allahu jalla shanuhu e don takimin me ta. Andaj ne ja dëshmojmë Allahut subhanahu wa taala se e dojmë takimin me Zotin, sepse në mëngjes ngritemi e para se të fillojmë jetën tonë, e para se të fillojmë takimet me çdo kënd tjetër, ne takohemi me Allahun subhanahu wa taala në namazën e sabahut. E sa po dalim e të vrapojmë pas dunjas, e të hecim për të siguruar jetesën për vete dhe familje, e për të kontribuar për shoqërinë, ne nuk mashtrohemi pasaj, por kthehemi përsëri e dojmë takimin me Allahun në namazën e drekës, e kështu vazhdojmë në çdo namaz
deri kur ta përmbyllim ditën me namazin e Yacis e me namazin e vitrit e pastaj mbi të gjitha ja dëshmojmë Allahut se e dojmë takimin me të, e që është namazi i natës dhe qëndrimi para Allahut subhanahu wa taala. Ja dëshmojmë Allahut subhanahu wa taala takimin me të në momentin kur ne nuk pranojmë që të marrim hakun e tjetrit, pasurinë e tjetrit, edhe pse ndoshta ajo është e dobishme dhe është e këndshme për ne për momentin. Ja dëshmojmë Allahut se presim takimin me të në momentin kur ne nuk prekim nderin e tjetrit, për shkak se e dim se ajo na çon drejt hidhrimit Allahut subhanahu wa taala. E si do të takohemi nesër me Allahun kur ne kemi përvepruar punë që të hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Andaj ne e presim takimin me Zotin në botën tjetër. E ai i cili pret takimin me Allahun subhanahu wa taala në botën tjetër, ai nuk mungon në takimet e kësaj dynjaje me Zotin e botrave. Edhe atëherë kur duhet të veproj obligimet, adhurimet cilat Allahu subhanahu wa taala përmes tyre na ka mundsuar që të takohemi me ta, edhe atëherë kur duhet të braktisemi gjunahet dhe lëshimet dhe gabimet, e cilat janë dëshmi se ne nuk bëjmë diçka e cila nesër ka me na pengu, e ka me na dal pengesë mes neve dhe Allahu subhanahu wa taala, nga se Allahu xhalla shanuhu e ka përshkruar nga dënimet më të mëdha të njerëzve në ditën e ringjalljes janë ata të cilët ar-rabbihim mahjubun, ata të cilët janë të penguar dhe e kanë të pamundur takimin me Zotin e botrave. Andaj sa është jeta e mirë, sa është jeta e këndshme, sa është jeta precize, sa është jeta produktive, sa është jeta e lezetshme kur besimtari jeton çdo moment me Allahun subhanahu wa taala, për Allahun subhanahu wa taala, sepse të gjitha këto i ban për takimin e madh në ditën e llogarisë, në ditën e gjykimit. Mjafton kjo, edhe ky moment, dhe kjo pritje, dhe kjo dëshirë e jona për takimin me Zotin e botrave, që të veprojmë çdo gjë që kërkohet prej neve dhe çdo adhurim cilën e bëjmë të shërbej këtij takimit me Allahun subhanahu wa taala në ditën e llogarisë, në ditën e gjykimit. Allahu na mundësoft që të jetojmë me adhurimin këtë botë dhe të jenë arsye e mjaftueshme e çdo adhurimi që ne bëjmë, e se rezultati i saj Allahu subhanahu wa taala mos na privoft e na mundësoft përjetimin më të madh e që është takimi me Zotin e botrave në ditën e gjykimit. Kjo është përgjigja e mjaftueshme pse e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala.